vogël se unë zemër. Ti je më e vogël se unë. Tani ai është krevati, unë jam më e vjetër. Kështu funksionon. Kështu funksionon. Po thoja, ti mund të vish dhe të flesh. Ti mund të vish dhe të Okej, Ina, ta pash ftyrën. Ta pash ftyrën, faleminderit. Unë kam problem të flej me asnjë vajzë tjetër, nëse ti do të rish me brikenën. Ta pash ftyrën tani. Okej, shumë mirë. Nëse ti do të rish me brikenën, të kam thënë më sill çdo lloj vajze tjetër. Në krevat nuk e kam problem vajzë gjithmonë. Që ti të rije prapë me brikenën. Ti prapë nuk dete me brikenën se pate konflikt me Ina, kush është të pyet ty? Nuk jam të pyet ty. Unë nuk jam të pyet ty. Unë nuk jam të pyet ty se ti ke zanin shumë lart. Unë s'jam të pyet as ty, as brikenën, as kush. Ku me flejt unë do flej ku du unë. Çfarë jeni të thënë? Njëherë ke fjet me Kristin, njëherë ke fjet këtej brëm ku fjet. Po, edhe do flej. Nuk ka problem, por po të them. Unë të kam thënë, hajde. Nuk e kam bë për inat, nuk e kam bë për unë ta kam thënë prej ditës që kam ardhur këtu. Unë kam qenë shumë mirë për ty. Nuk bëj diskutime për punët e shtëpisë. Po jo nuk kam me prajmi me punët e shtëpisë, është absurde. Se keni flej dhe gjë ças keni folur me një tjetër. Çfarë mendon se çfarë lidhje ka? Është me vizhë që thotë nuk jam i kënaqur me ty sepse më ke lënë te tualeti. Ju keni me bë debat 2 orë, keni me dalë prajm. Çfarë më është bërë dhe prapë s'kam reaguar. Tani kjo është loja. Plus të thash, nuk kam asgjë personale me ty. Ndava punët e shtëpisë dhe jo vetëm ti është konsiderova se një shoh që e kupton. E nisa logjikën time kështu, njerëz të caktuar që dinë të bëjnë gjërat shumë mirë në këtë shtëpi. Pra, unë nuk di pse gjithmonë presin prej meje. Sepse ju nuk e bëni hapën e parë. Madje ju themi se ju të përzi nuk e kuptoj për gjithçka. Ti nuk kishe vënë asnjë nga këto dhe më ngelën shumë të lash aty. Çfarë lidhje ka tani? Nuk e dia. Ti gjithmonë del kundër meje. Çfarë ke edhe ti që del kundër meje çdo herë? S'kam dal kundër teje më. Pa gjithmonë çdo gjë që bëj del kundër meje. Çfarë ke më djalë? Ke gabim. Edhe mua më kanë lënë tualetet. Ti po të vendon fokun. Nga po tualetin për vetën. Kundra i teja, po. Nuk është ajo. Nuk e bëra diskutim fare, ja thash thjesht argument mbrapsht. Jo, nuk e kam fare me ty Mali, fare. Ajo të zgjedhë ty ditë natë është e drejta e saj. Fare nuk mërzita. Nuk e ka bënë zgjedhje kot, se për një me na shkon më vetë. Është e drejta e saj. Këtë po i thoja. Unë kur ti zgjodhe Malin, nuk erdha dhe të thash fare asnjë fjalë pse ti zgjodhe Malin. Ndoshta ti po bën diskutim, ne jemi shoqë pse më leti mua te tualetet. Ishte thjesht kundër argument. Për mua mund të zgjedhë Stenaldo. Mund të zgjedhë Mateon për mua. I don't care. Është e drejta e saj ta bëj. Është lo personin me çi debat. Juela. Ti përmend lotët. Po çaj përmend lotët? Unë e di se për çaj, unë e di se kujt i drejt. Po do më thuash për çaj përmend lotët. Po duhet më lësh të ta them se pos më lën nuk ta them dot. Po pra. Po them, kur unë i drejtohem dikujt dhe i përmend një situatë, më mirë se sa unë, asnjë nuk e di për çfarë unë e kam fjalën. Dhe thash, e qajtja jote, e qajtmja jote, nuk e di si të ta shpjegoj ty, kur njeriu qahet, jo qanë, po qahet. Jo, lotët, Stenaldo, jetu e ndryshu fjalën. I referohem asaj situatë, ta kam shpjeguar. Lotët do të thot lotët, ti e ndrove pastaj, te do ma gjumi dhe the qarja, qasja, ankesa. Që në grim. Ti e një shumë mirë fjalorin shqip. Ti ke shpjegu lotët e ke thënë në mënyrë shumë të saktë. Edhe unë nuk e prisja nga ti. Por unë nuk të hedh poshtë. Ti e ke bërë me kohë. E ke bërë me kohë. E bërë që momentin që u shpëtove. Kur nuk e kam bërë. Studeshën më shumë se 10 sekonda. Absolutisht. Kur të jesh jashtë do ta shohësh. Jo. Se unë nuk ta shpjegoj dot këtu. Unë e di. Kur të jesh jashtë do ta shohësh. Unë të kam thënë, e mund ta mohosh ti që të kam thënë faleminderit të shtrati? E mohon dot? Unë them. E mohon ma thuj, po apo jo? Të shtrati. Kam thënë faleminderit dhe prapë me veprimet e mia. Sepse mbas 10 sekondash ke thënë sa të tjera. Ti nuk ishe koherent me zgjidhjen tënde se merdhe të dhoma grivdhen se do doja shpëtoja Malin. Isha shumë koherent. Edhe ti e shpëtu vetëm për lotëve tu. Isha shumë koherent. Tash Stenaldo, ti ke rapre provokimin. Ta kam thënë me kohë që në momentin e parë që u shpëtova. Mos e përdor faktin e mosmirnjohjes që unë kur sa kam tregu. Krejt mosmirnjohje. Kur, jo. Mos e lot vetën kot në një gjë që se zgjidh. Kështu më tha dhe Kristi. Nuk e zgjidh. Mosmirnjohse sepse unë e shpëtova një zinxhir për t'i kthyr diçka. Nuk e di me Kristin është puna jote. Po mirë, me ty nuk e kam fare strategji. Me Kristin